Babai I viktimës së atentatit 1 nëntor 2019 në Durrës, Genc Maloku, ka dhënë sot para gjykatës së posaçme rrëfimin e tij të plotë mbi momentin pas plagosjes së të birit Andi Maloku. Ngjarja ndodhi pranë mbikalimit të Shkozetit, ku makina e tij u qellua me armëzjarre, teksa po udhtonte bashkë me rrumën e Shiakut dhe ish prokurorin Arjan Doja. Sipas dëshmisë së babait, Andi e kontaktoi më njëherë pas sulmit për t'i treguar situatën e rëndë. Ai theksoi se djali I tij, I cili më parë kishte punuar si kamarier, kishte vetëm 1 muaj që ishte angazhuar si shofer I prokurorit Ndoja. Ditën e ngjarjes, djali më telefonoi dhe më tregoi gjithçka që kishte ndodhur. Më pas I shkova ish prokurorit Ndoja për të mësuar pse e vran, por nuk mora përgjigje. Rrëfeu Genc Maloku. Sipas tij, informacioni mbi autorët erdhi më vonë nga Aleksander Laho, I njohur si Rumi I Shiakut, I cili tha se atentati kishte qenë I porositur nga Plaurent Dervishaj. Babai I të ndjerit deklaroi gjithashtu se rajat kishin dërguar njerëz në shtëpinë e tij për t'u siguruar se nuk do të kishte akmarrje, të paktën derisa të sqarohej situata. Genci Maloku përshkroi gjithashtu gjendjen emocionale të tij dhe familjes pas atentatit dhe pas telefonatës me të birin, duke treguar frikën e vazhdueshme për sigurinë e tyre dhe tensionin që mbizotëron në ato orë. Ngjarja tronditi qytetin e Durrësit dhe u bë objekt I hetimeve intensive, ndërsa dëshmia e babait të viktimës është një pjesë kyçe për ndjekjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të skenës kriminale pas atentatit.